edhe tek pjesëmarrja të miturve dhe keqpërdorimi i tyre ose orientimi i tyre drejt dhunës, po së pari, ndërsa 21 janë shoqëruar apo janë drejtuar në drejtim të komisariatit dhe 4 deputet janë gjithashtu në hetim. Përgjegjësia bie tek organizatorët kryesor, fillimisht, apo jo? Është fatkeqësi që pas 35 vitesh demokraci në Shqipërinë tonë të dashur, partitë politike përdorin të mitur për t'i bërë mish për top në fushën e betejës për interesat e tyre politike. Çdo parti politike ka elektoratin e vet, ka antarët e vet, dhe nuk është as pak e nevojshme që të merren të mitur dhe të dërgohen në fushën e betejës. Këta të mitur, forcat politike i marrin pa djeninë e familjarëve. A gënjehen, apo i marrin me forcë, apo i marrin se kanë dëshirë shkojnë, kjo ngelet për t'u kontestuar. Por asnjë parti politike, asnjë forcë politike në Shqipëri nuk e ka të nevojshme fare për të marrë të mitur për t'i çuar në fushën e betejës mish për top. Ne po i ndjekim dhe po i shohim me vëmendje protestën e opozitës. Protestat janë lishme, në çdo vend protestohet, por edhe protesta ka një format. Nuk mund digjen institucionet, nuk mund dhunohet policia e shtetit, edhe e kundërta. Edhe policia e shtetit nuk ka të drejtë ta dhunojë dhe ta provokojë protesten. Sepse po dëgjojmë shumë deklarata të liderëve politik që policia e shtetit në xhirin e protestës ka futur shumë njerëz të vet për të nxitur protestën që të marrin si shkas policia për të ndërhyrë. Kjo i ngelet shërbimit kontrollit brendshëm të policisë së shtetit për ta verifikuar një përtendim të tillë të përfaqësuesve të forcave politike që organizojnë protestën. Protesta mramshme ishte një protestë shumë paqësore deri në momentin që lideri i opozitës Dr. Berisha e mbylli fjalimin e tij duke valvit flamurin shqiptar, pastaj situata doli jashtë kontrollit dhe organizatorët duhet të mbajnë përgjegjësi penale, jo të mbajnë përgjegjësi penale të thras paku të marrë kaj deklarat, po urgjentisht shkojnë me kërkesë për të heqje imunitetit dhe për t'i çuar për ndjekje penale. Kush do të jenë ata? Çdo deputet i çdo force politike që përfaqëson parlamentin shqiptar, përfaqëson votat e shqiptarëve. Parlamenti nuk është për të djegur, deputet nuk janë me djeg. Deputet i ka votu populli, ne e dimë se janë votuar, por janë gjithë ata deputet që kanë hyrë nga listat e mbyllura. Nuk ka asnjë deputet të listave të hapura. Po marrë rastin e deputetit Gjingjoni. Domethënë me një sjellje me një kulturë shumë profesionale. Deputetja që ka fituar nga listat e hapura Jorida Tabaku, ish prokurori Durrësi Darian Ndoja, të thëmë vërtetën, ngelet për t'i vlerësuar nga qëndrimi i tyre në çdo miting që opozita ka bërë. Nuk kanë nxit protesta, kanë qenë mbështetës të opozitës, por brenda kuadrit ligjor. Po pse është e nevojshme, ju e thatë fare mirë në fakt që është e patolerueshme, por është kjo një alternative dur për të përdorur fëmijët, ndoshta edhe për shkak të masës që rëndon ndaj të miturve, nëse referohemi ligjit konkret, çfarë parashikohet në raste të tilla? Nga ana procedurale të miturit,